Hilal Altimbilik ka lindur më 11 shkurt 1991 në Izmir të Turqisë. Familja e saj nga nëna është me origjinë kroate, ndërsa familja e saj nga babai janë emigrantë shqiptar nga Mitrovica e Kosovës. Interesi i saj për aktrimin filloi që në shkollën fillore, ndërsa studimet në shkollën e komunikimit të Universitetit e Gje, ajo filloi aktrimin. Më pas ajo mori pjesë në një konkurs bukurie, ku rëndit ndër 5 nga më të mirat. Nga ky konkurs, asaj u dha mundësia të punonte si modele, ndërsa ndërmjet viteve 2009-2010, ajo studioi aktrim në Qendrën Artistike Mujdezat Gezen në Stamboll. Ajo aty u trajnua nga shoqëria e dramës bashkëkohore. Aktoria peri deputimin e saj televiziv në vitin 2011 me një rol të Derin Sular, përballë aktorit Sukru Ozildis. Në vitin 2013, ajo luajti në serialin Karyl si Ozlem. Ky serial shënoi përparimin në karrierën e saj. Në vitin 2016, ajo u shfaq në serialin televiziv A jeti mashki, duke luajtur rolin e Nil, që nga viti 2018 ajo ka shkëlqyer si aktore që në serialin Tokë e Hidhur. Më pas ajo beri debutimin e saj kinematografik në filmin dramatik Çocuklar Sana Emanet, të cilin ajo e ndau rolin kryesor me aktorin Engin Akyrek.